Çka tha Allah? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Prej toke ju kemi kriju. Në tokë do t'ju kthejmë. Dhe prej toke do t'ju nxjerrim edhe një herë. Kur dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra çdo sen që ka të bëjë me trupin është e lidhur me tokën. Çdo sen që ka të bëjë me trupin është e lidhur me tokën. Prejardhja prej tokës, mirëmbajtja, sendet për me mirëmbajt trupin janë prej tokës. Sendet për me mjeku trupin në qënë është i smut janë prej tokës. Dhe kthimi i trupit tonë është në tokë. E që në fund dalim e njëherë prej tokë për Allah. Trupi. Çka tha Allah? Wa nafakhna fihi min ruhi. Dhe pastaj na i dham shpirtin. Kush e ka dhënë shpirtin trupit? Allahu subhanahu. Ku është Allahu? Mbi shtat ka qenë, mbi arshin e tina, ashtu si që ka thonë Allahu. Në muajin e 4 të shtatzanisë së grave, Allahu dërgon melekun te fëmia në barkun e nanës. Dhe e urdhëron me japru shpirtin. Allahu e dërgon melekun me japru shpirtin. Do me thonë, shpirti vjen prej nalt. Shpirtin e bin me laçët prej nalt. Të gjitha sendet për me mirëmbajt shpirtin janë prej nalt. Të gjitha ilaçet për mjekimin e shpirtit janë prej nalt. Dhe fundi i shpirtit çysh është? Nalt. Çka ka nalt? Çka ka ardhur prej nalt poshtë? Do të thonë është diçka që ka ardhur prej nalt tu poshtë, që ajo e ushqen shpirtin. Çka ka ardhur prej nalt? Çka ka ardhur prej nalt? Kurani ka. Ala bi zikrillah tatma'innu jo me hajrë sa dusha dhe ja, nuk qëtësot shqip, nuk qëtësot zemë, nuk ratohet një një. Në qoftë se e lana atë e cila ka orë prej nalë. Që dhe thane i Allah? Kështë subhanallah, Allah gjellë gjellalu me në vantën e kësi. Që dhe Allah? Wa men a'arada an dhikri fe inne lehu me ishet an banke. Aj i cili a këtën shpinën, fjallës time, përmendjes time, urdhërave dhe ndalesave të mia, aj që këtën shpinën. Nuk i intereson. Që dhe thane Allah dhe pejgamberi së islam. Fe inne lehu me ishet an banke. Ai ka me pas një jetë të ngushtë. Ai ka me pas një jetë të ngushtë. Një ngushtim në gjoksin e tina, edhe në qoftë se e ka gjoksin e madh. Ama mrejna është i ngushtë. Se nuk e di ka i ka. A esenca është për shkak shtypjes së shpirtit që e dha trupit, a trupi së ndëron. Pavarësisht hajeve dhe pijeve dhe kujdeset që njeriu e bën për trupin, në qoftë se një shtypje e bën shpirtit të mrejna, trupi vjen mirë. Ama nuk është e kundër tha, njësë. Në qoftë se shpirti është i fortë, e trupi është i lisht, qanë kodra. Apo? Qanë kodra. Sa sahabe, sa njeriu na e njofim, dunja, kena lexuar apo ndëgjuar për ta, se ka qenë i zaift, s'ka pas kofshë hiç, ka lidh me kaish, teshat fort më si bin, qatë zaif ka qenë. Ama ka qenë tesha e tisa një me, bubat në dhe i zaif, kërë kam po i zaif, i vogër ka qenë i zaif, s'ka pas kofshë hiq, u ka lidh fort më si bin petka. Ama fjolla e ti, sa kitu mejtë, më i miri njerëzë mas pejgamber. E paramendoni shumë, kretë pejgamber, 124.000 pejgamber, me një anë, dhe anën tjetër ketë njerëzimin, i pari i ketë njerëzimit, Ebu Bekër Siddiq radhiyallahu anhu.